Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire për bajram, na duhet një kokorvez, 50 ml vaj lule dielli, 200 gram miell, na duhet 50 gram sheqer, një pluhur përpjekje, një aromë vanilje, edhe 400 gram sheqer për sherbetin. Gjë e parë që do bëjmë, në një tas më të madh, do hedhim vezën dhe do fillojmë që ta përzijem. Do shtojmë edhe 50 gram sheqer. Do i rajmë derisa të tretet pak sheqeri. Është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë për të përgatitur. Janë pak a shumë si sheqerparja në dukje, por që nuk është e tillë në shije. Do shtojmë edhe pluhurin përpjekje. Dhe aromën e vaniljes. Nëse nuk ju ndodhet pluhur përpjekje, mund të jeni pak sot buke. Është e njëjta gjë. Për vanilje pastaj është edhe sipas dëshirës, pa ajo i jep shumë shije të veçantë recetës. Edhe ndaj unë sugjeroj që të përdoret. Mundohemi ta rajmë sa më mirë, që të përzihet mirë masa. Unë gatuaj gjithmonë ëmbëlsira për bajram, pasi e kam fest. Dhe për besimtarët musliman, kjo është festa më e rëndësishme që kanë, dhe i përfitojnë nga rasti për t'i uruar, gëzuar festën e bajramit, edhe patçi vetëm të mira, lumturi e begati në familje. Pasi e kemi rahur mirë, do vazhdojmë me zënjen e brumit. Do ta hedhim pak e nga pak, edhe do fillojmë që ta punojmë me dorë, duke parë, duke bërë. Se ndonjëherë varet nga veza, mund të jenë vezë të mëdha, vezë më të vogla, kështu që në fund do t'ju them edhe sasinë e saktë të miellit që mu desh t'i hidhja. Pasë si që ju thash, ndonjëherë mund të hedhim pak më tepër edhe vaj. Plus që në përgjithësi këto ëmbëlsirat që zihen me vaj, gjithmonë han miell. Dhe kaq mjafton, nuk do t'i hedhim më miell. Dhe në total vajti pak a shumë te 300 gram. Unë tani do pastroj duart edhe do vazhdojmë me përpunimin e ëmbëlsirës. Te tava ku do pjekim ëmbëlsirën, kam hedhur pak vaj lule dielli. Me ndihmën e furçës do lyejmë mirë tavën. Pas unë do lyej edhe pak duart me vaj. Pasi vetëm në këtë mënyrë do e kemi më të thjeshtë për të marrë brumin, që mos të na ngjitet. Dhe
do bëjmë mund të jepni çfarë forme të dëshironi. Dhe i vendosim në tavë për pjekje. Unë i kam vendosur të gjitha si kuleç të vegjël në tavë, por kam dëshirë që t'i jap disa forma. Për këtë në nevojitet një thik, edhe thjesht do t'i presim kështu në formë ylli, edhe kjo e bën të duket lezetshëm. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me ëmbëlsirat e tjera. Pasi i kemi dhënë formën, do ta fusim ëmbëlsirën të piqet në një temperaturë prej 180 gradë për rreth 25-30 minuta. Ndërkohë që ëmbëlsira po piqet, ne do merremi me përgatitjen e shurupit. Ndezim fillimisht vatrën, do hedhim 400 gram sheqer edhe 350 ml ujë. Do ta trazojmë në mënyrë që sheqeri të tretet sa më shpejt të mundur dhe do t'i vendosim kapakun që të marrë val më shpejt. Pasi ka marrë val, sigurisht që ju e dini, do ta lëmë edhe 10-15 minuta edhe e kemi gati. Pasi e kemi lëmë për rreth 10-15 minuta, do ta kontrollojmë. Do fikim vatrën dhe shurupin e kemi gati. Ja dhe ëmbëlsirën tonë e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet, ka marrë këtë ngjyrën e kuqërem të bukur. Do ta lëm vetëm 2 minuta të qetësohet edhe do t'i hedhim shurupin. Tashmë ka ardhur momenti që t'i hedhim shurupin, pasi kjo lloj ëmbëlsire i do të dyja të nxehta. Sigurisht jo e sapo dal direkt nga fura, por duke lënë të qetësohet një 5 minuta, më pas i hedhim edhe shurupin. E mbulojmë me shurup pasi e pije ëmbëlsira. Ëmbëlsirën e kemi gati, do ta lëmë të pushojë për disa orë edhe më pas do ta servirim edhe do ta shijojmë.